Në rrugën Butrinti, apartament me sipërfaqe 190 m2 dhe strukturë bazë 2+1, por në të cilin janë bërë disa modifikime për qëllim akomodimi. Këtu jemi në njësinë e parë, pasi apartamenti bazë është ndarë në dy njësi dhe kjo është njësia e parë. Këtu do të jetë pjesa ku do të jetë krevati e ndarë me tull xhami dhe këtu do të jetë pjesa e kuzhinës. Nga hyrja kryesore e apartamentit do të jetë një korridor i vogël, i cili do të mundësoj aksesin për secilën prej këtyre dy njësive. Pra këtu do të jetë porta për këtë njësi për të cilin ne po flasim. Këtu është tualeti kryesor. Në vazhdim të korridorit është porta tjetër për njësinë e dytë, e cila do të ketë strukturë 1+1. Njësia e parë është garsonjerë. Këtu jemi në strukturë me një dhomë gjumi. Këtu është pjesa e dedikuar e dhomës së ndenjes dhe gatimit. Kurse në krah është ambienti i dhomës së gjumit. Të dyja këto kanë akses në verandë që ndodhet në pjesën e pasme të objektit, me pamje nga rruga Panorama, pasi ky objekt aksesohet nga të dy këto rrugë, rruga Butrinti dhe rruga Panorama. Pjesa këtu është ambienti ku do të jetë tualeti, duke ju kërkuar ndjes për rëmujën, pasi janë ende duke u kryer punime. Dhe kjo është planimetria se si do të dorëzohet ky apartament, duke përfshirë të gjitha punimet shtesë që do të bëhen, si tavanet e fshehta, komplet lyerje patinime dhe pajisjet nëpër tualete.